Jezusi u tha dishepujve të tij: "Ju më quani mësues dhe Zot dhe mirë bëni, sepse jam." Duke qenë se ai është ai që është, ne nuk e kemi lirinë që të mos bijem dakord me atë që thot ai. Madje as nuk kemi ndonjë liri për të mos ju bindur asaj që ai thot. E kuptoni që, në fund të fundit, gjërat vijnë te kjo çështje themelore. A është Jezu Krishti ai person që pretendoi të ishte? Pastaj, nëse ai në lavdinë e tij të lartësuar ja ka dhënë këtë dhuratë kishës, ne duhet të sigurohemi që po i kushtojmë vëmendje asaj. Ajo që dua ta kuptoj po aq mirë është kjo. Kësaj mendoj se i jemi referuar më parë. Ju do ta vini re që lidhja e drejt për drejt nuk është mes ne japim mësim Biblën dhe kisha maturohet. Jo. Bibla i jepet mësim. Shenjtorët maturohen. Ata bëjnë veprat e shërbimit dhe kisha ndërtohet. Pra, e thënë ndryshe, ekziston një lidhje apo jo? Nëse nuk arrim ta kuptojmë mënyrën në të cilën jo vetëm që e pranojmë Biblën kur na jepet mësim, por edhe në mënyrën se si e marrim me vete dhe themi, ka rrjedhoja për këtë. Prandaj, nëse mund ta themi kështu, rritja frymërore dhe numerike e kishës nën bekimin e Perëndis lidhet drejt për drejt me të gjithë ata që janë antar të kishës, të cilët bëjnë atë që duhet të bëjnë. Si për shembull, të fikën celularët. Kësaj do t'i kthehemi më vonë. E vini re frazën në fund të vargut 16? Sipas masës së veprueshmërisë së çdo pjese të veçantë. Sipas masës së veprueshmërisë së çdo pjese të veçantë. E keni parasysh atë zhurmën e tmerrshme që bën skaneri në spital? E po bën mirë që të funksionojë si duhet. Në fakt nuk është skaneri, është rezonanca magnetike ajo që e bën atë zhurmë. Kjo ndryshon gjithçka. Kur isha në shkollë në Skoci, kishim zakon të këndonim këtë këngë. Ka një punë për Jezusin që ti duhet ta bësh. Është një detyrë që mjeshtri për ty e planifikoi. Nxito të bësh atë që thot ai, shërbej me të vërtet, ka një punë për Jezusin që vetëm ti mund ta bësh. A e besoni me të vërtet këtë? A e besoni që Perëndia ju ka dhënë një vend, një qëllim dhe një funksion? Mos shihni për rreth e të thoni, unë nuk jam i tillë, nuk jam ai, nuk jam ajo. Këtë harrojeni. Mëso të thuash bashkë me beshkopin e vjetër anglikan. Jam vetëm një njeri, ama jam një. Nuk mund të bëj dot gjithçka, ama mund të bëj diçka. Atë që mund ta bëj, duhet ta bëj. Atë që duhet ta bëj, do ta bëj me ndihmën e Perëndis. Kjo shumë të dashur është shërbesa. Shërbesa. Si rezultati i kësaj kisha ndërtohet. E thënë ndryshe, ky është një mekanizëm për ndërtimin e trupit. Në fakt, unë nuk duhet të flas fare për formimin e trupit, dhe për këtë dua të dëgjoj një amen të fortë diku. Jo, e kuptoj. Ama kam parë ata që merren me zhvillimin e muskulaturës. Disa për jush merren me këtë. Shpesh përplasem me ju dhe them, "Oh, kështu duhet të jetë." Mirë, po burri normal që merret me zhvillimin e muskulaturës, të paktën ata që kam parë unë, nuk është edhe aq i zhdërvjellët. Dua të them që ata hungërin dhe i lën të gjithë gojë hapur. Ama e dini çfarë? Unë i sfidoj në një garë 100 metrashi. Kur të duan ata, shumicën prej tyre. Jo disa nga sportistët profesionistë, sepse nuk dua të hyj në të lashe. Ama është fakt që, kur mendojmë për këtë gjë në terma biblik, nuk po flasim thjesht për madhësinë. Jemi duke folur për zhdërvjellësinë. Po flasim për shkathësinë. Po flasim për aftësinë për të ulur dhe për t'i marrë gjërat. Ne duhet të sigurohemi që metafora të cilën e kemi në mendje për trupin që funksionon në këtë mënyrë, nuk është ajo e një autobusi, ku të gjithë ulen dhe kritikojnë shoferin, ku të gjithë jemi një grup konsumatorësh, por nuk jemi kontribues. Gjithsesi, nuk duhet të kemi në mendje as tablon e një hinke në të cilën keni një bari mësues, i cili nuk i delegon asgjë asnjëriu, dhe gjithçka duhet të kalojë përmes tij. Ka shumë kisha të vogla ku, në fakt, problemi qëndron te bariu mësues. Por ai nuk ballafaqohet me problemin. Kjo ndodh nga që ai mendon se duhet të bëjë gjithçka. Përndryshe, në një farë mënyre, besueshmëria e tij do të vihet në rrezik. Prandaj, ai nuk tërheq kurrë rreth vetes njerëz që janë më të mirë se ai. Ka të ngjarë që ai të jetë i cenueshëm nga kjo. Ai nuk do që ndokush ta di se nuk është i Zoti në gjithçka. Mirë po, me kalimin e kohës, të gjithë e dinë se nuk jemi të Zot në gjithçka. Me kalimin e kohës, ata nisin të vrasin mendjen nëse jeni të Zot në ndonjë gjë. Autobusi, hinka, orkestra, luaj pjesën tënde. Dëshiron të jesh një muzikant që i bie bilbilit? Bjeri bilbilit për lavdinë e Perëndis. Por mua më pëlqen t'i bie një violonçeli të madh. Oh, vërtet? Po më thua që kur orkestra të marshoj, ti dëshiron t'i biesh një violonçeli të madh? Mos po më thua se nuk je i lumtur që ta mbash bilbilin e vogël në xhepin e brendshëm të xhaketës? Perëndia e di se çfarë po bën. E po, bëj mirë që të vazhdojmë. Uniteti.
Shërbim dhe unitet. Unitet. Pali e ka filluar kapitullin duke inkurajuar ata jo që ta krijojnë unitetin, sepse tashmë ata e kanë atë në Krishtin dhe përmes tij. Në bashkimin e tyre me Krishtin, ata janë bashkuar me njëri tjetrin. Prandaj, ky është një unitet që duhet të ruajtur. Vargu 3 dhe pastaj kalojmë te vargu 13, ku bëhet fjalë për unitetin që e arrim. Prandaj, uniteti është diçka që duhet të ruajtur dhe diçka që duhet arritur. Ai tashmë ju ka thënë që ju jeni banesë për Perëndin me anë të frymës së shenjtë. Unikaliteti i kishës është themelor për ndikimin e saj. Nëse lexoni historinë e kishës, do të mësoni që kisha është gjithmonë në pozitën e saj më të efektshme, kur ajo është më fort kundër kulturore. Çdo herë që kisha pushtohet nga kultura ose kur identifikohet nga ana politike ose shoqërore me një sistem të caktuar, bëhet më pak e dobishme. Për shembull, në 250-300 vitet e saj të para, kisha u përndoq. Ata u ndoqën këmba këmbës. Pastaj, Konstantini u bë i krishter. Papritur, kisha u institucionalizua. Tani, perandori romak ishte pjesë e kësaj gjëje. Një nga pyetjet e mëdha me të cilat janë përballur historianët e kishës në atë kontekst dhe më gjerë është kjo: a e bëri kjo kishën më të efektshme apo më pak të efektshme? Historia mbështet argumentin që kjo ngjarje e bëri kishën më pak të efektshme. Arsyeja ishte se kishte përshtyellim në lidhje me faktin nëse kjo ishte një çështje politike apo një realitet frymëror. Shumë të dashur, edhe sot kemi të njëjtin përshtyellim. Kisha është në pozitën e saj më të mirë kur njerëzit thonë, kjo nuk është ajo që prisja. Mund të them më shumë në lidhje me këtë gjë, ose jo, por në këto 25-40 vitet e fundit, lëvizja progresive brenda ungjillorizmit ka qenë përpjekja për t'ua bërë të ditur të gjithëve që nuk jemi njerëz të çuditshëm. Ne jemi një lloj si ju, ne vishemi si ju, ne ecim si ju, ne flasim, në çfarëdo fushë tjetër ne jemi si ju. Dhe njerëzit thonë, e po, nëse jeni një lloj si ne, pse na duheni ju? Po jo, ne kemi të njëjtën muzikë. Po, ne kemi të njëjtin stil jete. Po, ne kemi gjithçka një lloj. Prandaj e bëm kështu, që ju të na pëlqeni ne. Çfarë ka ndodhur tani pas 40 vjetësh? Brezi i mijëvjeçarit thotë, ju nuk na pëlqeni. Ne as që duam të kemi të bëjmë me ju. Vërtet mendoni se me që e konsideroni veten tipa interesant, kjo do të na bëjë të duam të vijmë dhe të dëgjojmë? Apo fakti që edhe pse jeni në të 60-tat, vazhdoni të vishni xhinse? Prisni që ne të themi, ai vesh xhinse, atje duhet të shkojmë. Jo, ata janë më të zgjuar se kaq. Më lejoni t'ju them se çfarë po kërkojnë ata. Po kërkojnë diçka që është radikalisht e ndryshme. Ja pse shumë prej tyre ma gjepsen nga ortodoksia lindore. Ja pse kaq shumë prej tyre janë hedhur në kërkim të frymërores. Në kërkim të një dimensioni thelbësor, i cili nuk sigurohet nga cikërimat që paraqiten në kaq përpjekje të kishës për të vërtetuar se ne mund t'ju bëjmë pjesë tonën duke qenë një lloj si ju. Jo, kisha duhet të jetë shumë e ndryshme, sepse uniteti që ekziston është uniteti në besim dhe në njohjen e Zotit Jezu Krisht. Kisha nuk është si çdo organizat tjetër. Ka lloj klubesh, pjesët të cilave bëheni përmes arritjeve ose statusit tuaj shoqëror. Por kisha nuk është si një nga këto. Hyrja në kishë është me anë të hirit të Perëndis. Prandaj, lexuesit në kishat efesiane e kuptuan që vetëm Perëndia mund t'i bëj bashk ata judenj dhe ata pagan. Ata e urrejnë me shpirt njëri tjetrin. Një ditë shkova në një nga bashkësitë e tyre dhe ata ishin ulur krah për krah. Diçka ka ndodhur atje. Një gjë të tillë nuk e kemi parë kurrë. Antarët e bashkësive efesiane e kuptuan që i vetmi personi i cili do të përjashtohej nga kisha do të ishte ai apo ajo që mendon se nuk ka nevojë për hir. Jo, ju e dalloni që hyrja për në kishë, siç tha Rutherfordi, një teolog i lashtë skocez, hyrja në njohurinë e Jezusit është e ulët. Në fakt, çfarë tha Rutherfordi? Uleni velen, përkuluni. Udha e Krishtit është një hyrje e ulët. Nuk dua të gjynjëzohem ashtu, dua të hyj kokllart. Jo, nuk mundesh. Nuk mund të hysh ashtu kur hiri i Perëndisë të tregon se kush je dhe çfarë je. Kur të tregon mrekullinë se kush dhe çfarë është Jezusi. Atëherë të gjitha gjërat që na dallojnë si të rëndësishëm, në fakt nuk kanë rëndësi. Ato thjesht i nënshtrohen unitetit që vjen në njohjen e Zotit Jezu Krisht. A e njeh Zotin Jezu Krisht? Ti thua, e po jo, ndoshta e njoh, ndoshta nuk e njoh. Jo, nuk mendoj se e njoh. Nuk e kam takuar kurrë. E po nuk ke për ta takuar kurrë. Dua të them që ai nuk ka dalë shëtitje nëpër qytetin e Clevelandit.
Ti thua, e po nëse do t'jetoja në një epok tjetër, ndoshta do të besoja, por jo tani. Ku mund ta njoh Jezusin? E po tani jemi kthyer tek e njëjta pozitë. Vetëm përmes fjalës së Perëndis, me anë të fuqizimit të frymës së Perëndis, mund të arrijmë në njohjen e birit të Perëndis. Njerëzit thonë, kjo është një enigmë, si mund ta bëj vallë këtë? I mbani mend dishepujt në rrugën për në Emaus te Luka 24? Ata ishin duke ecur dhe Jezusi i ringjallur u afrohet. Ata nuk e njohën. Ata ishin të penguar për të mos e njohur atë. Kjo është interesante, të penguar për të mos e njohur atë. Derisa erdhi koha për ta njohur. Kur e njohën ata Jezusin? Luka na thot, kur ai u hapi shkrimet. Kjo është e jashtëzakonshme apo jo? Pra fizikisht, ai është përkrah tyre dhe ata nuk e njohin, dhe ai u bën një studim Bible dhe atëherë ata e njohin. John Scotti thot, Bibla do t'ju jap Krishtin në një afrimitet aq të ngushtë, saqë ai do të ishte më pak i dukshëm, edhe po të qëndronte para syve tuaj. Bibla do t'ju jap Krishtin në një afrimitet aq të ngushtë, saqë ai do të ishte më pak i dukshëm, edhe po të qëndronte para syve tuaj. Maturia. Fjala e fundit, të cilën kam kohë vetëm sa për t'ju prezantuar, por do t'i kthehemi sërish, është fjala maturi. E dalloni zhvillimin. Bariu dhe mësuesi i pajisin shenjtorët, të cilët pastaj përfshihen në shërbes dhe trupi ndërtohet. Ky është një realitet i vazhdueshëm dhe progresiv, derisa të arrijmë tek uniteti i besimit dhe i njohjes së birit të Perëndis, të cilin tani e shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Nëse mund ta themi kështu, ka shkallë shenjtërie dhe përpasoj ka edhe shkallë uniteti. Prandaj është e qartë që ka edhe shkallë maturie. Qëllimi i kësaj është që ne të mund të arrijmë te një burr i përsosur në masën e moshës së plotësisë së Krishtit. E mbani mend që në fillim të letrës, Pali është lutur për ata që të mund të mbushen në gjithë plotësinë e Perëndis. Çfarë lutje e mahnitshme, që Perëndia të mund të jetë gjithçka dhe në të gjithë. Për këtë gjë këndojmë, për mua je gjithçka. A e kemi me gjithë mend? Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë? Mund të ketë një kuptim kur e këndojmë së bashku. Por çfarë kuptimi ka kur je vetëm, kur je në makinë, kur përballesh me tundimin dhe kur dëshiron të ndjekësh shtegun tënd? Jo, ti je gjithçka për mua. Dua që të bëhemi pjekur. Nuk dua që të endem andej këndej si një i krishterë foshnjë. Në një kontekst tjetër, dje po i thosha dikujt që gjithë javën kisha menduar për një doktor indian, emrin e të cilit nuk e dija, por që e kisha takuar kur isha 16 vjeç dhe ai më operoi gishtin e madh të këmbës. Këtë informacion nuk kap se ta dini. Arsyeja e vetme pse po ju a tregoj është sepse pas operacionit dikush ma përplasi këmbën me një karrocë supermarketi. Për shkak të kësaj, penjtë e qepjes u këputën. Prandaj mu desh të shkoja përsëri në urgjencë tek i njëjti doktor që ma kishte bërë operacionin herën e parë. Ndërsa i ul dhe nisti ta qepte sërish plagën, me sa duket unë nuk reagova me shumë nënshtrim. Nuk do ta harroj kurrë. Ai erdhi pas meje dhe më tha: "Ti qenke një foshnjë rritur." Unë ja ktheva: "Nuk mundem. Mendoj se i thash diçka të tillë. Ta tregoj unë kush është foshnjë. Ma jep atë gjilpërën, ta tregoj unë si bëhet kjo punë." Gjithsesi, kam menduar për këtë gjë gjithë javën. Nuk dua që Zoti të vite ku unë të më thot, "Beg, u rrite por foshnjë mbete. Je fëmijë, kur do të piqesh?" Si mund të piqem? Me anë të fjalës së Perëndis. Përmes shërbëtorëve të Perëndis, drejtuar popullit të Perëndis, të përfshirë në shërbesën e Perëndis. Tani mendojini këtë. Jo vetëm në nivelin individual. Kështu do ta mbyllim. Le të mendojmë për këtë gjë në nivelin e përbashkët. Le të mos mendojmë si individ. Le të mendojmë për këtë gjë si kish. Çfarë mund të themi për maturinë e kishës Parkside? Pyetja e parë. A është fjala forca shtytëse që i jep formë jetës së kishës son? Kjo është një pyetje retorike. A është fjala e Perëndis forca shtytëse që i jep formë kishës son? Sepse mundësia për të maturuar varet nga kjo gjë. Për aq kohë sa fjala nuk është forca shtytëse, atëherë jemi duke zvogëluar mundësinë. Së dyti, apo banon fjala e Perëndis në ne me pasurinë e vet dhe si rezultat apo e mësojmë dhe inkurajojmë njëri tjetrin me çdo urtësi? Kjo është nga Kolosianëve 3. Së treti, apo jetojmë në ato unitet që krijohet në mënyrë të mbinatyrshme, duke na sjellë bashkë si grup, në dallimin e faktit që jemi të rrethuar nga njerëz që në një farë mënyre me të cilët nuk do të donim të shkonim për pushime së bashku. Nuk ka pse të ndjehemi keq për këtë. E megjithatë, ne duam njëri tjetrin. Me të vërtetë,
apo rritemi në çdo aspekt drejt tij, drejt Krishtit, në masën e moshës së plotësisë së Krishtit? Pyetje të rëndësishme. Shkrimtari i letrës së Hebrejve foli shumë hapur në letrën e tij, apo jo? Ai u tha njerëzve: "E dini çfarë? Jam i shqetësuar për ju, sepse jeni bërë të ngathët në dëgjim." Të ngathët në dëgjim. Pra, ata janë ende aty, janë ende duke dëgjuar disi, por në fakt nuk pëndzën gjë. Pastaj ai u thot: "Sepse ndonse tashmë duhet të ishit mësues, keni përsëri nevojë që t'ju mësoj dikush gjërat elementare të fillimit të thënieve të Perëndisë." Çfarë akuze që është kjo për një kish. Pastaj më vonë ai u thot: "Por lidhur me ju, o të dashur, ndonse flasim kështu, jemi të bindur për gjëra më të mira, të cilat i përkasin shpëtimit." E po, kësaj do t'i kthehemi. Le të lutemi. Atë, faleminderit që fjala jote është një llampë që ndritshon në shtegun ton, si individ ashtu edhe si bashkësi. Ne lutemi që të mund të jemi si ata për të cilët flet Jakobi, të cilët e pranojnë fjalën e Perëndisë me butësi, duke e ditur se ajo është në gjendje ta shpëtojë shpirtin ton. Për hir të Krishtit. Amen.